përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. I nxehti verës është shoqëruar me fluks të shtuar në urgjencën e Spitalit Rajonal të Vlorës, sipas shefes së këtij reparti, Lorena Arapaj, në 24 orë regjistrohen rreth 120 vizita, ndërsa pacientët e huaj nuk mungojnë, të cilët ndodhen me pushime dhe paraqiten kryesisht me simptoma të lidhura me temperatura të larta. Fundi muajit korrik dhe ditët e para të gushtit kanë shënuar rritje të numrit të pacientëve që i drejtohen Spitalit Rajonal të Vlorës për ndihmë mjekësore. Në repartin e urgjencës regjistrohen rreth 120 vizita në 24 orë. Shefja e repartit urgjencës Lorena Arapaj konfirmon se fluksi i shtuar ka nisur rreth datës 20 korrik dhe vijon edhe gjatë këtyre ditëve të gushtit. Sipas saj, pacientët paraqiten kryesisht me simptoma të lidhura me temperaturat e larta dhe kushtet e sezonit turistik. Prej datës 20 korrik kemi një fluks të shtuar në repartin e pranim urgjencës në Spitalin Rajonal Vlorë, gjithashtu edhe në urgjencën paraspitalore të 127-ës. Fluksi i vizitave ditore është shtuar duke arritur në një numër nga 100 në 120 vizita ditore në 24 orë. Nga këto rastet me diagnoza më të shpeshta janë gastroenteritet, enteritet, gjendjet virale, tonsilitet dhe bronkitet. Fluksi pacientëve lidhet edhe me numrin e lartë të vizitorëve që ndodhen në Vlorë gjatë kësaj periudhe. Kjo reflektohet edhe në statistikat e urgjencës, ku mes pacientëve të paraqitur nuk mungojnë të huajt dhe turistët që kanë zgjedhur qytetin bregdetar për pushime. Prej një gushtit kemi një numër të shtuar të pacientëve jo rezident turistëve. Numri i vizitave të këtyre pacientëve arrin nga 10, 15 dhe 20 në varësi të ditëve. Rritja e numrit të vizitave edhe për shkak të fluksit të lartë të pushuesve që kanë zgjedhur Vlorën për të kaluar pushimet verore. Kanali i Siavit vijon të jetë prej vitesh një problem për banorët e lagjes 10 Korriku, i cili sipas banorëve jo vetëm që nuk është rehabilituar, por ka munguar në vimësi çdo ndërhyrje për pastrimin e tij, duke e kthyer kanalin në burim dotje dhe infeksioni për një zonë të gjerë banimi. Kanali Siavit vijon të jetë prej vitesh një problem për banorët e lagjes 10 Korriku. Ky kanal kullues, sipas banorëve, ende nuk është rehabilituar. Megjithse një vit më parë u fol shumë për nisjen e punës për realizimin aty të një projekti për ta rehabilituar në total. Jo vetëm që nuk ka patur ndërhyrje, por banorët thonë se kanali Siavit as nuk është pastruar. Ai është kthyer në një burim dotje dhe infeksioni për një zonë të gjerë banimi. Aroma të pakëndshme, insekte të shumta, mbetje të ndryshme që transportohen në ujërat e kanalit, janë disa prej problemeve që shkaktohen prej tij. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme duke e parë rehabilitimin e tij si domosdoshmëri për të shpëtuar nga problemet e mbartura ndër vite. Frika dash balkonet, vjen ajër e keqe, se nuk është puna se derdhen vetëm ujërat, ujërat, hajde. Po ka shumë ndërhyrje për ujërat e zeza. Përveç dhe nuk nga marrë aty ku derdhen të ujërat, futesh deri në gjuhë vetëm me pislëk. Se e lan kështu turp. Dhe bëj si lana tha në Tiranë. Patën të bëjnë si të mbyllin fare, për lese i lana sa rrinë do të bëjnë, mase do ka infestim mase, prapë, së është një kështë diqka, një kanal që atje mund tjetë 1 kilometër kanal, më shumë sështë. Sot e përshkruaj gjendjen shumë e zhgënjur dhe si gjithmonë, do me thënë, nuk është ajo që populli pret nga kjo komunë, nga këta politiket e... është e vështirë, shikoj tani ti vetë tani, pse kaloj aty unë? Kalova aty për shkurtësi, e para është kanali që janë ujërat e zeza dhe nuk është e shëndetshme, është vap. Zbaranikët dhe miskonja të vizu, po era është e padurueshme. Natyrisht, të gjithë jemi me virus, unë kam fëmijë të dy në shtëpi me virus, unë jam vetë me virus, unë kam zirë nuk merja do të frym nga të vjellët. Natyrisht është një arsye që është që kanë ndikuar për viruset. U hap ishte e mbuluar, nuk e di. E pastruan, po kjo është e blokuar më shumë. Në lagjen 10 Korriku si dhe Hajro Çakëri, një vit më parë nisën shembjet e disa mureve rrethuese dhe godinave të banimit, me argumentin se do të niste rehabilitimi i kanalit të Siavit në të njëjtën model si Lumilana, por megjithse kanë kaluar muaj, puna ende nuk ka nisur dhe zona vijon të jetë në të njëjtën gjendje. Siguria e qytetarëve dhe turistëve dhe garantimi i rendit publik gjatë sezonit turistik, Ministri i Punëve të Brendshme Besfor Lamallari dhe Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha kanë inspektuar në Sarand masat e mara.
Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari, Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha dhe kryetari i Bashkisë Oltyon Çaçi zhvilluan në Saran një inspektim të masave të marra për mbarvajtjen e sezonit turistik, në një kohë kur flukset e turistëve dhe qytetarëve në portet dhe pikat e tjera të kalimit kufitar vijojnë të rriten. Siguria e qytetarëve dhe turistëve, garantimi i rendit publik dhe reagimi i shpejtë i strukturave ligjzbatuese mbeten prioritet gjatë sezonit turistik. Ministri Lamallari theksoi se rritja e numrit të turistëve sjell edhe më shumë përgjegjësi për policinë e shtetit, duke vlerësuar punën e punonjësve të policisë në garantimin e jetës dhe sigurisë së qytetarëve dhe vizitorëve. Ne kemi 3 mesazhe kryesore si Ministri e Punëve të Brendshme. Së pari, siguria e jetës së qytetarëve dhe turistëve. Sa më shumë ato vinë e vizitojnë jo vetëm Saranën, por gjithë bregdetin shqiptar. Kjo nuk kupton më shumë përgjegjësi për policinë e shtetit. Prandaj unë përgëzoj çdo punonjës policie i cili e kryen këtë mision dhe këtë detyrë me përgjegjësi, me profesionalizëm dhe me integritet në shërbim të qytetarëve për të garantuar jetën dhe shëndetin e tyre dhe gjithmonë çdo turist që vjen në Shqipëri të ndahet me përshtypjet më të mira dhe kujtimet më të bukura nga vendi ynë. Ai nënvizoi se gjatë sezonit turistik nuk do të tolerohet palishmëria, ndërsa reagimi i shpejtë dhe profesional i policisë së shtetit ndaj çdo kërkese për ndihmë është thelbësor për forcimin e besimit të qytetarëve dhe turistëve. Së dyti, nga ana tjetër, sigurisht është shumë e rëndësishme që bëhet e qartë për këdo që do lejojmë zero palishmëri. Qoftë në kuptim të aktiviteteve kriminale, palishmëri të ndryshme, ato që kanë bërë me sigurinë rrugore, kudoherë që kërkohet ndihmë nga qytetarët, reagimi i shpejtë i menjëhershëm i policisë së shtetit është kritik, është i rëndësishëm, sepse pikërisht kjo ndërton dhe besimin dhe perceptimin e turistëve, qytetarëve në tërësi, mbi sigurinë dhe përgjigjen e institucioneve në ankesat që ata kanë. Ministri i Punëve të Brendshme vuri gjithashtu theksin tek bashkëpunimi ndërinstitucional, duke e cilësuar garantimin e një sezoni turistik të sigurt dhe cilësor si një përgjegjësi të përbashkët të institucioneve qendrore dhe vendore. Dhe mesazhi i tretë, sigurisht nuk është detyra vetëm e policisë së shtetit, patjetër ka një pjesë shumë të rëndësishme në këtë përgjegjësi, por një turizëm cilësor që kontribuon në ekonominë kombëtare, në kupton dhe bashkëpunimin e gjithë aktorëve, dhe prandaj kemi zgjedhur timi këtu së bashku me Ministrin e Turizmit për të bashkuar forcat bashku edhe me profesuesin e Këshillit të Ministrave, prefektin në qark, po ashtu edhe kryetarin e bashkisë, profesuesin e pushtetit vendor, dhe gjithë bashkë bëjmë të mundur pikërisht që ne edhe këtë vit kemi një turizëm sa më të mirë, sa më cilësor, dhe gjithmonë pse jo e më shumë të synojmë numra në rritje të turistëve që vinë nga Korfuzi, nga Greqia, nga Italia, por edhe pse jo e më shumë turistë nga gjithë Europë dhe më gjërë. Kështu që edhe një herë ju përgëzoj për punën që bëni, por edhe ju falenderoj për mundin, sakrificën që bëni çdo ditë. Ndërsa Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha vlerësoi pozitivisht mbarvajtjen e sezonit turistik duke theksuar rritjen e hyrjeve të vizitorëve të huaj si edhe treguesit e sigurisë dhe miradministrimit. Ne jemi në kulmin e sezonit veror dhe është një sezon i cili karakterizohet nga shifra shumë pozitive, jo vetëm sa i takon hyrjeve të vizitorëve të huaj, që është një kënaqësi natyrisht për ekonominë dhe për turizmin, por në radhë parë njëherë për shifra që lidhen me sigurinë, që lidhet me mbarvajtjen e sezonit, me gjithë mirë administrimin, mirë menaxhimin dhe me siguri, e gjithë kjo nuk vjen rastësisht, është fal një koordinimi, bashkëpunimi dhe një themi gatishmëri e përkushtimi në nivel shumë të lartë nga Policia e Shtetit natyrisht, nga organet e vetëqeverisë vendore dhe nga gjithë të tjerët, gjithë ne, në këtë rast edhe turizmi edhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe gjithë strukturat e tjera, të cilat janë në mbështetje të një sezoni sa më pozitiv dhe që shifrat e tregojnë tashmë e vërtetojnë që jemi në nivelet më të mira të mundshme. Unë i falenderoj të gjithëve nga ana e Ministrisë të Turizmit, Kulturës dhe Sportit për gjithë sa bëni dhe për gjithë forcat tuaja në terren, për gjithë ekipet dhe për suksesin e këtij sezoni. Gonxha vlerësoi gjithashtu angazhimin e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit dhe strukturave të tjera në terren, duke theksuar se treguesit e deritanishëm dëshmojnë se sezoni është në nivelet më të mira të mundshme. Shifrat e tregojnë tashmë e vërtetojnë që jemi në nivelet më të mira të mundshme. Unë i falenderoj të gjithëve nga ana e Ministrisë të Turizmit, Kulturës dhe Sportit për gjithë sa bëni dhe për gjithë forcat tuaja në terren, për gjithë ekipet dhe për suksesin e këtij sezoni. Në fokus të inspektimit ishin gjithashtu administrimi i hapësirave publike dhe plazheve, garantimi i aksesueshmërisë dhe sigurisë për pushuesit, si dhe respektimi i rregullave për zhurmat me qëllim që zhvillimi i aktivitetit turistik të shoqërohet me respektimin e qetësisë dhe të drejtave të banorëve dhe pushuesve. Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse dhe pushtetin vendor vijon zbatimin e masave për një sezon turistik të sigurt, të rregullt dhe cilësor, duke synuar që vizitorët vendas dhe të huaj të largohen nga Shqipëria me përshtypjet më të mira dhe të rikthehen sërish.
Orikumi është një nga vendet më të bukura të Bregdetit shqiptar, ku natyra, deti dhe historia ndërthure në një peizazh të veçantë. Çdo vit vizitorë të shumë zgjedhin këtë zonë për të pushuar, për të shijuar natyrën dhe për të njohur më nga afër historinë dhe traditat e saj. Orikumi 15 kilometra larg qytetit të Vlorës është një nga vendet më të bukur të Bregdetit shqiptar, ku natyra, deti dhe historia ndërthure në një peizazh të veçantë. Plazhet me ujërat e kristalta, pasuritë natyrore dhe trashëgimia historike e bëjnë Orikumin një destinacion tërheqës edhe në këto ditë gushti, ku plazhet e tij janë të mbushur me turistë vendas e të huaj. Çdo vit vizitorë të shumë zgjedhin këtë zonë për të pushuar, për të shijuar natyrën dhe për të njohur më nga afër historinë dhe traditat e saj. Pushuesit që zgjedhin Orikumin mund të njihen me gjurmët e qytetërimeve të hershme dhe me historinë e pasur të këtij territori, si dhe ta shfrytëzojnë atë për të vizituar parkun arkeologjik të Orikut, lagunën e Orikumit, kishën e Marmirojit, Tragjasin e vjetër, parkun e Llogoras apo Dukatin e vjetër. Këto atraksione i japin zonës një vlerë të veçantë turistike, duke ofruar mundësi për të kombinuar pushimet në Bregdet me eksplorimin e historisë dhe natyrës. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka vlerësuar sakrificën e zjarfikësve efektive të forcave të armatosura dhe të gjithë atyre që po luftojnë me flakët e zjarreve në këto ditë të nxehta. Kreu i shtetit apeloi për ndëshkim të keqbërësve, ashpër dhe sipas ligjit. Në këto ditë me temperaturat të larta, ku shumë zjarre kanë rënë në disa zona të vendit, zjarfikësit efektiv të forcave të armatosura dhe të gjithë ata që po luftojnë me flakët meritojnë mirënjohjen tonë. Me guxim për kushtim dhe sakrificë, ata po mbrojnë jetën, familjet, banesat dhe pasuritë tona. Respekt për çdo zjarfikës dhe efektiv që po përballet me rreziku në vijin e parë. Keqbërësit që i vënë flakën vendit duhet të ndëshkohen ashpër dhe sipas ligjit. Përballë kësaj situate, secili prej nesh ka një detyrë, të jemi të kujdesshëm, të respektojmë udhëzimet e autoriteteve, të mos rrezikojmë jetën dhe të bëjmë pjesën tonë për të mbrojtur komunitetin, pronën dhe natyrën. Sot Shqipëria ka nevojë për solidaritetin dhe përgjegjësinë e të gjithëve. Vijon në drenie në zonën Patos Mallakastër operacioni me forca zjarfikse dhe strukturat vendore të mbështetura nga 30 efektiv të forcave të armatosura, ndërsa në teren janë angazhuar 3 automjete zjarfikse. Vijon ndërhyrja dhe monitorimi i zjarrit të rënë prej disa ditësh në bashkinë e Mallakastrës. Në vallën e zjarrit të rënë në ekonominë pyjore, Lofkënd Ngraçie, bashkia Mallakastër ka nisur operacioni prej mëngjesit të sotëm për izolimin dhe vënien në kontroll të vatrës së zjarrit. Sipas informacioneve, në teren po angazhohen 30 trupa të forcave të armatosura, 10 efektiv të policisë bashkiake, 15 efektiv të ndërmarrjes së shërbimeve publike Mallakastër, 5 efektiv të forcave zjarfikse, si dhe një automjet zjarfikës. Ndërkohë në pjesën tjetër të vatrës, në drejtim të zonës gjinoqare, po operojnë strukturat e mbrojtjes civile të zonës së Patosit, të angazhuar me 2 mjete zjarfikse dhe 10 efektiv. Vatra e zjarrit vijon të zgjeroj perimetrin, ndërsa për shkak të kushteve më të favorshme gjatorëve të para të mëngjesit të kësaj dente, intensiteti i flakëve është paraqitur më i ulët. Strukturat në teren po vijojnë punën për izolimin e vatrave aktive, parandalimin e përhapjes së mëtejshme të zjarrit dhe mbrojtjen e zonave pyjore përreth saj. Situata ndërkohë është duke u monitoruar në vimësi nga strukturat përgjegjëse, ndërsa ekipet e angazhuara në teren do të vijojnë ndërhyrjen. Kjo edhe në varësi të zhvillimit të situatës dhe kushteve atmosferike. Është zhvilluar mbrëmjen e mërkurë në Vlorë një aksion i forcave Renea, sipas informacioneve paraprake, forcat speciale kanë ndërhyrë në 2 banesa, të cilat dyshohet se mund të jenë përdorur si vende ku fshihen persona me rrezikshmëri të lartë kriminale. Një aksion i forcave Renea është zhvilluar mbrëmjen e së mërkurës në qytetin e Vlorës. Sipas informacioneve, forcat speciale kanë ndërhyrë në 2 banesa, të cilat dyshohet se mund të jenë përdorur si vende ku fshihen persona me rrezikshmëri të lartë kriminale. Operacioni është zhvilluar në masa të repta sigurie, ndërsa forcat e Reneas kanë kryer kontrolle në ambientet e banesave dhe përreth tyre. Ende nuk dihen rrethanat e plota të operacionit dhe as identiteti i personave që dyshohet se janë objekti ndërhyrjes së forcave speciale. Gjithashtu ende nuk ka një informacion zyrtar në lidhje me rezultatet e kontrolleve apo nëse ka persona të arrestuar ose të shoqëruar. Mësohet se aksioni është ende në zhvillim, ndërsa pritet që në vijim të ketë më shumë informacion nga autoritetet për motivin e operacionit dhe rezultatet e tij. Ky operacion vjen në kuadër të kontrolleve dhe ndërhyrjeve të strukturave të policisë së shtetit ndaj personave që konsiderohen me rrezikshmëri të lartë. Ndërkohë, për detajet e operacionit pritet konfirmimi zyrtar nga policia e Vlorës.
Është celur në Vlorë Eagle Dance ose kërcimi shqiponjës, ekspozita e përbashkët të artistëve Roland Arizi dhe Eda Mollaj, një projekt që bashkon fotografinë, skulpturën, pikturën, mozaikun dhe kolazhin. Eagle Dance ose kërcimi shqiponjës është ekspozita e përbashkët e artistëve Roland Arizi dhe Eda Mollaj, një projekt ky që bashkon fotografinë, skulpturën, pikturën, mozaikun dhe kolazhin. Ideja e ekspozitës ka lindur nga një simbol i fortë i identitetit shqiptar, kërcimi i shqiponjës. Çifti artistëve ka shndruar këtë motiv në një udhëtim artistik, duke e realizuar në 10 shtete të botës dhe duke e vendosur në sfondin e kulturave, peizazheve dhe qyteteve të ndryshme. Fiksuam kërcimin me sfond nga kultura të vendeve të ndryshme. Një mundësi kjo për të përquar traditën e valleve tona, shprehet Roland Arizi. Kjo në fakt, duke qenë në atë vallja e shqipeve Eagle Dance që kemi, është një ide që ka lindur në mënyrë spontane gjatë udhëtimeve që kemi bërë në vende të ndryshme të botës. Të entuziazmuar kërcyem atë valle dhe bëni figurë dhe torqe vëmendjen e shikuesve aty, të cilët pyetën nga jeni dhe ne duar torkit të gjithë vetëm valle shqipe vendi shqiponjave. Kjo na bën ndjemi krenarë dhe thamë që herë të zotin që do bëjmë në çdo qytet dhe do marrim me vete pikërisht këtë suvenir, fotografinë duke fiksuar atë momentin final të valles. Kjo përderisa ka ngjyra të thellësisht kombëtare, fillon nga Vlora që është vendi i flamurit, prandaj ne jemi dhe krenar për këtë. Edhe të shikojmë pasaj për Shqipërinë edhe më tej nëse gjatë shqiptarëve të tjerë që jetojnë në vende ndryshme të botës. Po që mbas kësaj e sigurt është që do jetë në Athinë, atje ku kemi komunitetin tonë me ambasadën tonë që na mbështet thellësisht për gjëra të tilla. Sipas Arizit është kënaqësi e veçantë që pikërisht vallen e shqiponjës ta nisin nga Vlora, duke e cilësuar qytetin bregdetar si pikën e parë të këtij udhëtimi të ri të ekspozitës. Për Eda Mollajn, kënaqësia është e dyfisht pasi udhëtimet nuk mbeten vetëm kujtime personale, por kthehen në vepra arti dhe ndahen me publikun. I marr me vete ato dhe i shpreh dhe veprat e mia. Veprat e mia janë veprat e para të pikturës, janë abstrakte, po megjithatë ato sjellin emocionet e gjithë udhëtime që kemi bërë, sjellin figura persona njerëzish që dhe ata kanë brenda tyre atë emocionin që ndjen me neve, se duke bërë neve vallën e shqipeve, u ndjen edhe ata krenar me ne, duke bërë dhe ata vallën e shqipeve siç e bënte ne. Ky është një emocion i madh që kulturën tonë e çuam më tutje. Ekspozita Eagle Dance ka nisur rrugëtimin e saj nga Vlora, ku do të qëndrojë për 5 ditë, duke u ofruar ardashësve mundësinë të shohin nga afër këtë projekt të veçantë. Më pas ekspozita do të vijojë udhëtimin në qytete të tjerë për të sjellë përpara publikut të ri një ndërthurje mes artit, udhëtimit dhe identitetit shqiptar. Një kërcim që nisi si një ide u kthye kështu në një udhëtim në përbotë dhe tashmë është rikthyer në Vlorë si një ekspozitë që bashkon kulturat përmes gjuhës së artit. Qendra e artizanatit dhe zanateve të traditës në Gjirokastër janë kthyer në pika të rejse të guidës turistike në qytetin e Gurt. Mjeshtrat artizan dhe punimet karakteristike zgjojnë kuriozitetin e turistëve të huaj, të cilët në mjaft raste dëshirojnë të mësojnë mënyrën e punimit në gur, të skalitur apo drudhënien. Qendrat e artizanatit dhe zanateve të traditës në Gjirokastër tashmë janë pika tërheqëse të guidës turistike në qytetin e Gurt. Mjeshtrat artizan dhe punimet karakteristike zgjojnë kuriozitetin e turistëve të huaj, të cilët në mjaft raste dëshirojnë të mësojnë mënyrën e punimit në gur të skalitur apo drugdhendjen. Artizanët lokal shprehen se turistët që vizitojnë qendrat e punimeve karakteristike janë të interesuar për mënyrën e realizimit të suvenirëve dhe elementeve të traditës gjirokastrite. Tashmë është bërë si traditë që në punishten tonë këtu është kryer në një qendër ku turistat vinë edhe njihen me atë pjesë të trashëgimisë të Gjirokastrës, me pjesët e dekorimeve të shtëpive të vjetra të Gjirokastrës. Dhe fillojnë praktikojnë vetë pastaj duke frymëzuar nga ato që shikojnë, fillojnë dhe praktikojnë bëjnë një model të vogël, kuptohet edhe me ndihmën time, dhe realizojnë një punë që e marrin si kujtim me vete, pra marrin një copë suvenir apo një copë Gjirokastre, si thua, e marrin të bërë nga duart e tyre, dhe kjo është e rëndësishmja. Ka pasur raste bile nga dy zonja që kemi pasur nga Amerika, kanë ardhur brenda një viti, një sezoni veror kanë ardhur 2 herë, tani kanë mbyllur në internet për të ardhur edhe këtë verë, presim të vinë në muajin shtator, kështu që unë e shikoj me shumë interes, e shikoj sidomos nga pjesa evropianët, kanë jashtëzakonisht interes. Për turistët që vizitojnë qytetin e Gurt, të ushtrosh zanatet e traditës është diçka tërheqëse dhe interesante. Është kënaqësi të kesh këtë eksperiencë të veçantë këtu në Gjirokastër. Me sa shikoj, Gjirokastra është një qytet turistik dhe qendra të tilla janë me të vërtetë të veçanta,
sepse njihesh me mjeshtëritë e traditës. Very authentic and you can actually feel that locals are still here and have not left the city. Zhvillimi i turizmit po nxit edhe rikthimin e zejtarisë dhe punimeve karakteristike në Gjirokastër, ndërsa janë çelur edhe disa qendra të reja të artizanatit në zonën historike të qytetit. Është ndarë nga jeta në moshën 63 vjeçare ish futbollisti i njohur i flamurtarit të Vlorës, Agim Bubeshi. Ai është gjetur pa shenja jete në apartamentin e tij, ndërsa dyshohet se kishte ndëruar jetë disa ditë më parë. Me fanellën e flamurtarit ai la gjurmë në futbollin shqiptar dhe kujtohet si një prej lojtarëve të brezit të suksesshëm të viteve 80-90. Është ndarë nga jeta Agim Bubeshi, një prej futbollistëve të spikatur të flamurtarit të Vlorës gjatë viteve të arta 80-90, një nga periudhat më të mira për klubin vlonjat. Agim Bubeshi ka lindur më 7 prill 1963, ndërsa e zhvilloi të gjithë karrierën e tij profesionale vetëm me fanellën e flamurtarit, ku luajti në rolin e sulmuesit. Ai spikati si një nga lojtarët më të mirë të ekipit të madh të viteve 80-90, duke arritur të fitojë edhe 2 kupa Shqipërie me fanellën e flamurtarit, madje duke qenë dhe protagonist. Agim Bubeshi realizoi në 2 finale ndaj Partizanit në 2 kupat e Shqipërisë të fituara me fanellën e flamurtarit në atë kohë. Gjithashtu ai ishte pjesë edhe kombëtares shqiptare, me të cilën zhvilloi edhe 6 ndeshje. Ish futbollisti i flamurtarit është gjetur pa jetë në apartamentin e tij, mbrëmjen e të mërkurës. Dyshohet se ai kishte ndëruar jetë disa ditë më parë. Kanë qenë fshinjtë e tij, të cilët kanë vënë mungesën dhe kanë njoftuar policinë. Me njerëta të fundit kanë mbritur në banesë, ndërsa kanë gjetur të pajetë ish futbollistin e flamurtarit. Agim Bubeshi ishte pjesë e një prej brezave më të rëndësishëm në historinë e flamurtarit të Vlorës, skuadër që gjatë viteve 80 u shndrua në një prej ekipeve më të forta të futbollit shqiptar, por duke lënë dhe gjurmë të rëndësishme në arenën ndërkombëtare. Mësohet se prej disa vitesh Bubeshi vuante nga problemet të shëndetit. Lajmi gjithsesi për ndarjen e tij nga jeta ka trishtuar komunitetin sportiv vlonjat, por edhe atë kombëtar, si dhe gjithë ata që kanë njohur dhe ndjekur në vitet e arta të flamurtarit, aty ku Bubeshi fliste në fushën e lojës, shënonte gola, madje duke fituar dhe 2 trofet e parë me ekipin vlonjat, 2 kupat e Shqipërisë, duke qenë dhe protagonist. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.